Viti 2025 është mbyllur me një ecuri problematike të tregtisë jashtme shqiptare, ku rënja e eksporteve dhe zgjerimi i deficitit tregtar duket të jenë problematikat kryesore. Të dhënat zyrtare nga Instat tregojnë se Shqipëria vazhdon të shes pak dhe të blej shumë. Gjatë vitit të kaluar, eksportet e mallrave arritën vlerën 346 miliard lekë, duke ulur me 6.1% krahasuar me vitin 2024. Në të njëjtën kohë, importet arritën në 887 miliard lekë me një rënje të lehtë prej 0.8% në vlerë. Në pamje të parë, kjo mund të krijojë ide në një stabilizimi, por analiza në volum pra në peshë tregon një anë tjetër. Në terma sasior, importet në vitin 2025 janë rritur me 6.2% në volum, ndërsa eksportet kanë rënë me 3.7%. Kjo do thotë se Shqipëria ka importuar më shumë mallra fizikisht, por me çmime mesatare më të ulta, ndërsa ka eksportuar më pak mallra, si në vlerë ashtu edhe në peshë. Rënja e eksporteve është ndikuar kryesisht nga sektorët tradicional. Materialet e ndërtimit dhe metalet kanë dhënë goditjen më të fortë, duke qenë kontribuesi kryesor negativ në ecurinë vjetore. Po ashtu mineralet, lëndë djegëse dhe energjia elektrike kanë shënuar rënje, duke reflektuar siluhatit e çmimeve ndërkombëtare, ashtu edhe kufijtë e kapaciteteve prodhuese vendase. Rritjet e lehta ushqimore, pije, duhan dhe makineri e pajisje nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ndryshuar trendin negativ. Nga ana tjetër, struktura e importeve tregon se ekonomia shqiptare mbetet e varur nga jashtë. Rritja e importeve në volum lidhet kryesisht me mallra konsumi, ushqime dhe energji, çka nënkupton se prodhimi vendas nuk po arrin të zëvendësojë kërkesën e brendshme. Si pasojë e kësaj ecurie, deficiti tregtar në vitin 2025 arriti në 541 miliard lekë, me një rritje prej 3% krahasuar me vitin 2024. Shkalla e mbulimit të importeve nga eksportet ka zbritur në rreth 39%. Në aspektin gjeografik, Italia mbetet partneri kryesor tregtar, por eksportet drejt saj kanë rënë ndjeshëm gjatë vitit 2025. Rënja e shënuar drejt Kosovës dhe Maqedonisë Veriut duke sinjalizuar dobësim të tregjeve tradicionale, ndërkohë importet nga Kina janë rritur ndjeshëm, duke forcuar rolin e saj si furnizues kryesor i mallrave industriale dhe të konsumit.